qaç farë që më kanë dhënë që as vetë nuk e kam ditë si ku jam marrë. Sa dhe kësaj dite e kam onodrat e shpinës dëmtën. Pse ka qenë arsyeja e rrahjes? Më kanë dhënë se vesh që një kon shqiptar. A bën këna ka ai pret musafir të fshata ai ka prit gjeta ju? Janë mik prica, prince e moj men, janë Mik prica. Po. Mik prica. Po. Mirë boll, traditë shqiptarit është. Për ndryshe, Hashim Mziun nga ky fshat. Qysh pe kaleni, qysh jeni, a jetu punu, a jetu vy, Mirë. I pandalshëm. E pandalshëm për gjithë herë. Jem punëtor përgjithësi fshati. Kështu që mësafir ke marak që vini, I mirë më presëm. Që unë e erdha mësafir se të pa i thirë heq. Nuk kam kohë se ishëm shku, kishëm pi qaj, kafe, edhe drejt po. Të rrit në era, po bëllë mjafton, unë e di që ti e në punë, po du me full pak basa Hashim, në ashtë s'pish punë me të thonë. Jo. Edhe pse kështu ma I ri, se unë e valloj se the, unë jam halo. Që fa gjokësi. Halal të kohë. Po du me të pyet pak për fshatin Versheth, me qenë se pas ke linë këtu, në ashtë edhe babë babgjysh e kam ri me qenë këtu. Po. Qka përjetoj Vershevci? Ndoshta lufta, unë e di që ndoshta si piknisje edhe mshme është lufta, e ka vazhdu më kënej. So, pak është problem, kjo fshati është I djekt. Janë 8 personat që janë vrarë. 8 janë? Po. 2 janë fshate, 2 tjerë, dhe tjerë janë në fshatin në Rëbarë. Atje janë, kanë dhënë jetë për liri e pavarësi? Po. Gjatë luftës, ti ku ishe? Ku isha piktuhet në patën djekët, në patën bon shkam. Fshati ka qeni I shkatrum? E shkatrum terën, si thonë terën me temel. Ashtë therë nuk o gjithë fityne. E ndërkohë të ne, u patëm langu për fshatit, unë u vendosë një kohë në Prishtinë. Me qëtneket sërbë, unë kanë dra, me pëndrej ka shkelma, plaka vëtëse dhe sa dhe kësa dite e kam onodrat e shpinës dëmtën. Halo ki pasoja? Po. Bazi Hashim e ke përjetu edhe rrahjen prej qëtnikve sërbë. Po. Qysh e kujtan atë kohë ti tash? Unë e përkujtoj katastrofket. A mo ti pështove, marë nësishme që... Po që aje se atë qatë farë që më kanë dra që as vetë nuk e kom ditë si ku jam marrë. Kështu për mos me dash më të fillu mirë, po pse ka qenë arsyeja e rrahjes? Unë kanë dra se vesh që një kon shqiptar. E që e kon shqiptar? A e dërzu në heri cilë shqiptar? Ku si një dërzu. Halal të koftë që kjo është. Ata e sakrifikun vetën për qëtjeri, ndoshta ti edhe pak e ra dhe ki halo pasoja mirë, po a jetu po kontrola shëndetësora? Po, allo që para 2 jove e kom pas 2 kontrola. Ti shumë mirë që je pozitiv, po halo thu, që çfarë gjokë si kam? Po, valoj se kam njatë bile me u dërzu. Me u dërzu, aty në qanel bashkës.